Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë rrëfimin e radhës me ju. Sot do të flasim për një sakrificë, sot do të flasim për një vuajtje, për një nënë e cila ka përzgjedhur që të shkruaj një letër, të ndaj me ne një dhimbje të saj, një dhimbje të pamenduar. Sa keq më vjen për ato të rinj të cilët nuk e mendojnë se çfarë vlere ka nëna, dhe nuk e dinë dhe nuk e mendojnë se çfarë respekti duhet t'i japin nënës. Letra fillon kështu: Unë jam Shpresa nga Tirana dhe jam 67 vjeç. Dikur shtëpia ime ishte plot me zëra, plot me erën e bukës së sapo dal nga fura dhe të qeshurat e djalit tim që e rrita me shpirt. Sot jetoj vetëm në një dhomë të vogël me qira, ku muret më dëgjojnë çdo natë duke qarë në heshtje. Qiran nuk e paguaj unë, ma paguan komshia ime, një grua që nuk ma ka gjakun, por më dha më shumë zemër se sa djali im që e linda. Nuk e kam menduar kur që pleqërin do ta prisja kështu. Kur linda djalin tim të vetëm, mendova se Zoti më kishte falur gjithë botën time. Buri punonte pak, mezi e mbanim shtëpinë. Shpesh e hanim bukën me krip, por unë në të vërtet nuk ankohesha. Vetëm një gjë doja: djali im të rritej mirë, të mos e ndjente mungesën që kisha ndjer unë si fëmijë më parë. Kam punuar gjithë jetën time, kam larë shkallë pallatesh, kam pastruar shtëpi të huaja, kam qëndisur netëve për të nxjerrë ca para më shumë. Duart mu çan nga detergjentet, shpina mu kput, por kur djali vinte dhe më thoshte: "Mami, kur të rritem, do të bëjmë mbretëresh", më haroj çdo lodhje, çdo ditë që unë po kaloja. Kur ai u rrit, filloi që të ndryshonte. Në fillim nuk e kuptova. U bë më nervoz, u bë më i ftohtë. Pastaj njohu një vajzë dhe pas pak kohe që të dy u martuan. Unë e pranova nusen si vajzën time. I thosha gjithmonë: "Kjo shtëpi është edhe shtëpia e jote." Ja lash dhomën më të mirë, u gatuaja, u laja rrobat, kujdesesha për gjithçka. Mendoja se po bëhesha nën për herë të dytë. Por nusja nuk më donte. Nuk e di pse, ndoshta isha e varfër, ndoshta sepse isha plakë, filloi me fjalë të vogla: "Pse ri këtu, pse fut hundët në punët tona, je bër barë shumë e madhe." Djali në fillim heshte, dhe heshtja e tij më vriste më shumë se fjalët e saj. Një ditë, teksa po haja bukën në kuzhinë, nusja hyri e nervozuar dhe filloi të më bërtiste se unë po shpenzoja shumë. Shpenzoja në drita, shpenzoja në ujë, dhe unë e ula kokën edhe i thash: "Bi, unë mezi jam duke ngrënë një kafshat." Ajo mori pjatën edhe më përplasi në dysheme. Djali im ishte aty, nuk foli, vetëm që më pa mua. Atë natë qava deri në mëngjes. Pastaj filluan shtyerjet, ngreu nga divani, mos ri këtu, mbylle gojën. Edhe një ditë erdhi i pirë. Nuk e kisha parë kur ashtu, me thënë drejtën. Nusja i tha se unë po i nxirja kundër familjes, se po i mallkoja, ndërsa ai hyri në dhomë si një njeri i tërbuar. Nuk arrita që të flisja. Më kapi për krau dhe më hodhi në tokë.
Koka më goditi cepin e tavolinës. Ende kam shenjën. Nusja rinte tek dera dhe vetëm më shikonte. Unë bërtita mos more birë, si jam nëna jote. Por ai më qelloi përsëri, dhe atë natë kuptova se nuk kisha më një djalë. Të nesërmen u zgjova me fytyrë të nxirë. Komshia im, zonja Mereme, trokiti në derë. Kur më pa mbeti pa fjalë, më tha kush ta bëri këtë gjë. Unë prapë mbrojta djalin, i thash se rash vetë. Nënat edhe kur vriten nga fëmijët prapë mundohen që t'i mbrojnë. Por e keqja nuk mbaroi, pas disa javësh nusja më nxori valixhen tek dera. Kaq ishte. Nuk të duam më këtu. E shikoja djalin në sy, prisja të thoshte, jo mami nuk del. Por ai uli kokën, asnjë fjalë nuk e tha. Mora valixhen time të vjetër, brenda kisha 2 palë rroba, disa fotografi dhe ilaçet e tensionit. Dola nga shtëpia ku kisha kaluar gjithë jetën. Nga balkoni ku dikur prisja djalin të kthehej nga shkolla, nga kuzhina ku i gatuaja byrekun që aq shumë e donte. Atë ditë binte edhe shi. Nuk haroj kur si ula në një stol lagje me valixhen në dorë. Njerëzit kalonin pranë me çadra dhe askush nuk e dinte se ajo plak që rinte e lagur kishte humbur gjithçka. Telefonova disa të afër, disa nuk më hapën fare telefonin, të tjerët më thanë mos u përziejmë në punët e djalit. Vetëm komshia ime afërt më hapi derën. Meri gjërat, më tha, edhe hajde të kunsonte. Kam qarë në prerin e saj si fëmijë. Pas disa ditësh më gjeti një dhomë të vogël me qira. Një krevat të vogël me një sopë të vogël dhe një dritare që shikon nga rruga. Ajo më paguajnë qiran çdo muaj dhe unë shpesh i them do t'i kthej kur do t'i kem. Ajo buzëqeshe dhe më thot, ti mjafton të jesh gjallë. Kanet kur zjohem nga dhimbjet e trupit, më dhëmbin krahët nga goditjet e dikurshme, por më shumë më dhëmb zemra. Kam muaj pa e parë djalin tim. Ditëlindjen e fundit e kalova vetëm, bleva një qiri të vogël dhe e fika vetëm. U luta vetëm për një gjë, Zot mos ma merr shpirtin pa e përqafuar edhe një herë djalin tim. Ndonjëherë e shoh nga larg, kalon me makinë, ka fëmijët e tij tani, nipërit e mi as nuk më njohin. Unë fshihem pas perdes që të mos më shohin duke qarë. Shpesh e pyes veten ku gabova. Mos vall e desha shumë, mos vall ja fala gjithë jetën time dhe harova që t'jetoj për veten. Kam mbetur vetëm me fotografit, çdo mbrëmje i nxjerr dhe flas me to. Në njërën foto ai është 5 vjeç. Më ka përqafuar qafën edhe qesh. Sa shumë më donte atëherë. Njerëzit mendojnë se dhimbja më e madhe është varfëria, por jo. Dhimbja më e madhe është kur fëmia që ke rritur me gjak e shpirt të sheh si bar në këtë jetë. Edhe sot, pas gjithë asaj që më bëri, nëse djali do të më trokiste te dera dhe do të më thoshte më fal mam, unë do ta përqafoja. Sepse zemra e nënës nuk di të urej. Por netëve kur mbetem vetëm i them vetes asnjë nën nuk duhet të përfundoj kështu. Sot jetoj më pak, me një filxhan çaj, një batanie të vjetër, një dritare nga ku shoh njerëzit që kalojnë. Por ajo që më mban gjallë është shpresa se ndoshta një ditë djali im do ta kuptojë se nëna nuk zëvendësohet kurrë. Dhe kur të vijë ajo ditë, edhe nëse jam plakur më shumë, edhe nëse mezi ec, unë prap do të hap derën sepse unë jam nën. Në fakt kjo është letra që ka shkruar nën shpresa që unë dëshiroj që të marr mendimin tuaj rreth kësaj historie.